Një konsensus deklarativ i 3 koalicioneve më të mëdha politike për ndryshim të modelit zgjedhor është përsëri në horizont, pas konfirmimeve nga takimi i liderëve një ditë më parë. Në prag të fillimit të punës me një kod të ri zgjedhor, partitë u deklaruan të gatshme për të diskutuar edhe për ndryshimin e modelit zgjedhor, gjëgjësisht zbatimin e një njësie zgjedhore me lista të hapura të kandidatëve për deputet. Pajtohemi me një zonë zgjedhore me prag prej 5% dhe me lista të hapura. BDI-ja ndryshoi fillimisht mendim në maj të vitit 2023, shumë vite pasi kishte qenë hidhtare e modelit aktual zgjedhor me 6 njësi. Më herët Partia e Ahmetit kishte deklaruar se me ndryshimin e modelit me 6 njësi humbos janë shqiptarët. Mendoj se modeli zgjedhor me 6 njësi zgjedhore më së miri e pasqyron në strukturën heterogjene të shoqërisë tonë. Ne do të vazhdojmë bisedimet e si BDI, por nuk do të lejojmë që të bëhet majorizimi ose mbivotimi i ndonjë partie nga ndonjë parti tjetër. Përpara BDI-s, kthes nga qëndrimi shumë vjeçar kishte edhe në VMRO DPMNE. Folëm për kodin zgjedhor dhe numrin e njësive zgjedhore dhe mënyrën e votimit të diasporës. Mickoski një ditë më parë nuk dha detaje, mirëpo në negociatat e mëhershme kishin pranuar modelin me një njësi. VMRO DPMNE pranon modelit zgjedhor me një njësi zgjedhore, sepse kjo do të sjellë barazi të votës në çdo komunë dhe në të gjithë territorin e Maqedonisë dhe i bëj thirrje qeverisë që të dalë me një zgjidhje të tillë. Vlen nuk ka akoma një vendim se cilin model mbështet, duke qenë se partitë që janë pjesë e koalicionit kanë pasur qëndrime të ndryshme më herët, por duket se ka një mendim përgjithsisht pozitiv për listat e hapura për deputet. Nuk është se ka një model cilin unë jam i bindur se është më i miri. Secili model ka anë pozitive dhe negative. Po për idenë e listave të hapura keni dilema nëse është ide e mirë ose jo të zbatohet? Personalisht jam pro idesë së listave të hapura. Ajo, edhe kur kam qenë kryetari i partisë, kam qenë pro kësaj ideje, ajo e dobëson fuqinë e liderit edhe neve na duhet parti me demokraci më të fuqishme të brendshme dhe lider me pushtet më të dobët. LSDM-ja nuk mori pjesë në takim, por modeli me një njësi dhe lista të hapura ka qenë pjesë e programit të tyre politik që në zgjedhjet e vitit 2016. Një njësi zgjedhore është në programin e LSDM-s. Ne jemi për një njësi zgjedhore, por natyrisht të gjitha ndryshimet duhet të miratohen me konsensus. Alianca për shqiptarët e Ziadin Selës kërkon modelin me 8 njësi zgjedhore, aq sa janë rajonet zhvillimore. Sipas tyre, modeli me një njësi pa vende të garantuara për shqiptarët do të ishte në dëm të përfaqësimit të shqiptarëve në kuvend. Një propozim konkret në kuvend për ndryshim të modelit zgjedhor arriti në vitin 2021 me iniciativë të partive më të vogla që ishin në koalicion me LSDM-n. Një nga propozuesit, kreu i Lidhjes Demokratike Pavle Trajanov, tha se partitë e vogla kërkojnë një njësi por pa prag zgjedhor. Sipas tij, nëse ka prag, as BDI-ja dhe as partitë e tjera shqiptare pa koalicion nuk do të kalonin pragun.